Por nuk dola pa prit mas tu, ne u morëm vesh në fillim që do ta duar trokasim pak Kriseldën, a? Faleminderit. Nuk jam i kënaqur as unë as Kriselda, sigur. T'japim një përkraje më të fuqishme, është për herë të parë në Kosovë. Shkoj, natyrisht. Fjolla, do të ndash edhe një çmim, por çmimi në vazhdim që do të ndahet është për herë të parë. Ndahet në Zhurma Awards, në këtë festival që mbahet çdo vit, organizuar nga kompania e madhe Zico me përfaqësi në Gjilan. Sonte do të ndahet çmimi për çiftin më të bukur që kaloi dhe defiloi në tepiun e Kuq. Ke kënaqësinë të japësh të çmim? Mirë, shohim se ku do të shkojë çmimi. Ke do ta themi të tre, Fjolla, lutem. Dhe fitues janë? Çifti në fjalë është jashtëzakonisht i njohur. Blero dhe Teuta Krasniqi. Zdo të jemi gjeloz natyrisht, një fitues është në mesin e shumë njerëzve. Faleminderit, me të vërtet befasi se kom prit me dalë sot në skenë. Pak interesante në një mbrëmje ku zakonisht përblehet pra puna një vjeçare e artistëve me fitu një epitet si çifti më i mirë, për shkak se ky besoj që është një epitet, nuk është problem sepse s'kemi qenë në garë me askënd. Mirë, po megjithatë që ka një ndjesi shumë e mirë, me qenë çifti më i mirë, edhe kjo po besoj që është fal edhe dashurisë dhe respektit që kemi për njëri tjetrin. Faleminderit dhe po shpresoj që mbas edhe nga ky epitet kemi filluar që të bëhemi edhe një model për çiftet e reja. Faleminderit shumë edhe një puthje për atë që i ka dhënë kuptim plot jetës sonë, vajzës sonë Tarës. Faleminderit. Ky çmim ishte një befasi edhe atë që është femra më e mirë, se unë vetëm e shoqëroj gruan time, kështu që kjo është më e bukur. Faleminderit.